Përshëndetje, sot do të përgatis një kejk shumë thjesht, një ëmbëlsirë shumë thjesht, edhe shumë të sheshme, edhe ka shumë pak përbërës, siç po shihni 6 vezë që do të me qenë jo nga frigoriferi, por në temperaturë të ambientit të dhomës, 4 molla duhet me qiru edhe me nda në copza, një gotë e 1/3 pak më pak se gjysmë miell, një gotë sheqer, një lugë të sheqerit të pluhur për pjekje, edhe këtu është një lugë ekstrakt vanile. Filloj me përgatitjen e brumit. Tash i qesim 6 vezë këtu, edhe një gotë sheqer, edhe i tundim me mikser për një 5 deri në 6 minuta derisa këto të rriten në vullon. Tani pas 3-4 minuta, këto vezët janë rritur në vullon edhe janë trash. Tani filloj me ashtu miellin. Mielli qesim një gotë, edhe 1/3 ose më pak se gjysma e kësaj gotës tjetër. Si dhe i ashtojmë një lugë sheqeri pluhur për pjekje. Edhe këto i sitim. I sitim dal nga dal, jo të gjatë mielin, por pjesë, edhe nuk e përzijem me mikser, por e përzijem me shpatull në mënyrë që vullumi i vezëve të ngelet kështu, siç është. Në fund ja qesim pakës ekstrakt vanile, jo mundi me qitë edhe sheqer vanile për një aromë të mirë. Edhe të gjitha këto i përzijem. Dhe në fund fare, ja shtojmë gjysmen e këtyre mollave, 4 molla të gjelbërta që i kam ngri, vetëm gjysmen, edhe i përzijem. Edhe siç po shihni, kjo është shumë një ëmbëlsirë e thjesht, po besoni edhe shumë është e shijshme. S'ka vaj fare, normalisht që ka pakës sheqer, po ajo sipas dëshirës. Edhe miell pak, një gotë pak më shumë. Edhe përgatitet shumë shpejt. Edhe shumë e shijshme, kjo është tani e gatshme. E shihni, merr kohë vetëm 10 minuta me përgatit. Kjo një tepsin që unë kam shtru letër për pjekje, e kam lyj me vaj edhe pakës miell, edhe e zbrazi këtë përbërjen këtu tani. Shihni, është pakës e trash kjo. Tani kjo është e gatshme për pjekje, edhe në fund fare e ja shpërndajmë gjysmën e mbetur të molla, kështu në sipërfaqe, sepse kjo ëmbëlsira fryhet kur të pjeket, edhe këto mollat normalisht që hyjnë brenda kur të fryhet me ëmbëlsira. Edhe shtihet në furrën e ngrohtë, që unë e kam lshu tani furrën, piqet në 180 gradë për 40 minuta deri në 45, varet nga furra ju që e keni. Ja kështu duket. Perfekt. Tani pasi e kemi nxjerr nga furra dhe e kemi dekoruar me sheqer pluhur, e jekim këtë kapakin. E shihni tani se si është. Kjo është shumë e fryrë. Ja, është akoma e nxehtë. Por unë shpresoj se po duket mirë. Edhe vërtet është shumë e shijshme.
Kjo do më thonë është ëmbëlsira. Tani si thash, në kam qef pakës puding me ja qitë këto. Se është edhe më e shishme. Edhe natyrisht për dekorim, pak minj qëto. Edhe kjo është ëmbëlsira që përgatitet shumë shpejt, shumë mirë, edhe me pak përbërës. Edhe vërtet ja vlen me përgatit, është shumë e shishme. Hajde ta kërkoj pakës. Këtë që shdoni, nëse doni e ftoft ose nxehtë, që shdoni hahet, me të vërtet ja vlen. Tepër e mirë. Mos harroni me bë like, share, comment, edhe ma bë follow në TikTok, në Facebook, kudo që më takoni, ma bëni follow, gjithashtu edhe kam edhe kanalin tem të YouTube-s. Vërtet ja vlen njerëz mos hezitoni me përgatitje. Është shumë e mirë.